Erion Veliaj ka afirmosur vendimin për shkarkimin nga detyrat e Anuel Aristanit si kryetare e komanduar e Bashkisë së Tiranës. Erion Veliaj ka tërhequr delegimin e përkohshëm të kompetencave që i kishte dhënë Anuel Aristanit për drejtimin e Bashkisë së Tiranës. Në urdhrin e tij, kryebashkiaku argumenton se pas vendimit të fundit të gjykatës kushtetuese, Aristani nuk ka koordinuar veprimtarinë me kryetarin, nuk ka zbatuar vendime gjyqësore dhe ka refuzuar urdhrat e tij të drejtë për drejtë. Sipas Veliajt, delegimi ishte kthyer nga një instrument për funksionimin e bashkisë në një pengesë për ushtrimin e mandatit të tij. Duke vlerësuar se pikërisht për shkak të natyrës së tij të përkohshme dhe derivative, delegimi i kompetencave mund vijojë vetëm për aq kohë sa i shërben qëllimit për të cilin është dhënë dhe ushtrohet në respekt të autoritetit kushtetues dhe ligjor të organit delegues, pa u shndërruar në një burim autonom kompetence të shkëputur prej tij, duke konstatuar se në periudhën pasuese dhe veçanërisht pas vendimarrjes së fundit të gjykatës kushtetuese, është evidentuar një shkëputje progresive e ushtrimit të kompetencave të deleguara nga autoriteti kushtetues dhe ligjor i kryetarit të zgjedhur, e materializuar në mungesën e informimit dhe të koordinimit institucional, në mosbatimin e vendimeve gjyqësore dhe refuzimin e urdhrave të drejtë për drejtë të kryetarit, si dhe në veprime dhe mosveprime që kanë cënuar zinxhirin normal të përgjegjësisë dhe drejtimit institucional të bashkisë, duke konstatuar se kjo situatë ka kulmuar me refuzimin e autoritetit të kryetarit të zgjedhur për të ushtruar kompetencat që kushtetuta dhe ligji ja njohin drejt për drejt, duke krijuar një gjendje institucionale në të cilën delegimi në vend që të realizojë qëllimin e tij fillestar të garantimit të vijimësisë administrative, është ndëruar në pengesë për ushtrimin efektiv të mandatit të organit delegues, duke çmuar se këto rrethana të marra së bashku dhe veçanërisht zhvillimet e fundit të sipërpërmendura përbën një ndryshim thelbësor të kushteve institucionale në të cilat delegimi është dhënë dhe e bëjnë vijimin e tij papajtueshëm me nevojën për një zinxhir të qartë përgjegjësie, funksionimin normal të administratës dhe ushtrimin efektiv të mandatit të kryetarit të zgjedhur, me qëllim garantimin e ligjshmërisë, vijimësisë, stabilitetit dhe funksionimit normal të Bashkisë së Tiranës, ofrimin e pandërprerë të shërbimeve publike dhe mbrojtjen e interesit të qytetarëve të Tiranës, thuhet në argumentet për heqjen e delegimit.